Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Vlorë, Arben Breshani, priti këtë të marrë drejtues dhe përfaqësues të lartë të Fincantieri-t, e cila është një nga kompanitë më të mëdha në botë për ndërtimin e anijeve. Takimi është mbajtur në ambientet e reja të dhomës së tregtisë dhe industrisë. Fincantieri është një kompani italiane me seli në Trieste dhe ka një histori shumë të gjatë në industrinë detare. Është një grup industrial i specializuar në projektimin dhe ndërtimin e anijeve, si dhe në sistemet e avancuara detare dhe teknologji për industrinë e mbrojtjes. Tashmë ajo do të vijë në Vlorë, ku do të ndërtojë anije në kantierin që do të ketë bazën në Pashaliman. Gjatë takimit me kryetarin Arben Breshani, përfaqësuesit e kësaj kompanie ishin të interesuar që të vendosin ura bashkëpunimi me dhomën e tregtisë dhe industrisë në Vlorë, për të gjetur firma vendase të cilat operojnë në sektorët e përpunimit të metaleve, mobilerisë, elektrike, hidraulike si dhe në të tregtisë, që do të mbështesin në prodhimin e kompanisë Fincantieri. Fillimisht ata kërkojnë të punësojnë saldator, elektricist, hidraulik, ndërsa së shpejti fillojnë prodhimin e anijeve në kantierin e tyre në Pashaliman. Fincantieri operon në disa sektor kryesor, anije turistike. Kompania është ndër liderët botror në ndërtimin e anijeve të mëdha turistike për kompani si Carnival, MSC, Princess Cruises e të tjerë. Anije ushtarake, ajo ndërton fregata, nëndetse, anije patrullimi dhe anije logjistike për marina të ndryshme në botë, anije speciale dhe offshore, për industrinë e energjisë në det, kërkimit shkencor, si dhe shërbimeve detare. Por njëkohësisht ajo ofron dhe riparim dhe mirëmbajtje anijesh, ka 10 kantier detar në Europë, Azi dhe Amerikë. Punëson më shumë se 20.000 punonjës direkt dhe shumë më tepër në zinxhirin e furnizimit. Është e listuar në bursën e Milanos. Në vitin 2013 Fincantieri bleu kompaninë norvegjeze Vard, e cila është e specializuar në anije offshore dhe anije të teknologjisë avancuar. Kjo e forcoi shumë pozicionin e Fincantierit në tregun global. Fakt interesant është se rreth 1 në 3 anije turistike të mëdha në botë është ndërtuar nga Fincantieri ose nga kantieret e saj. Massimiliano Raschia është drejtuesi i lartë në kompaninë italiane të ndërtimit të anijeve Fincantieri. Ai koordinon zhvillimin e kapaciteteve prodhuese të Fincantierit në vende të ndryshme, si dhe ndihmon në zgjerimin e bashkëpunimeve industriale dhe të investimeve të kompanisë në tregje ndërkombëtare. Puna e tij lidhet veçanërisht me organizimin e prodhimit global, si dhe krijimin e partneriteteve të reja në industrinë detare.